nënvetari I organizatës sonë, një avokat shumë I njohur, I cili gjithmonë për vituar të tjera nuk uset, përkundazi, ai investonte nga xhepi vet për të realizuar aktivitete që në gjumë me figura të shquar dhe historinë e popullit shqiptar. Praftoi avokat Ibrahim Beqiri, I cili relativt atëherë dhe ish student I profesorit Luan Kollarit dhe kam presa të veçanta në të ditë. Fjala për ju, avokat. Vëllezër dhe motra, nderuar pjesëmarrës, nuk ka gjë më të bukur, më të vyer që t'i shprehësh mirënjohjen, që t'i shprehësh respektin, që t'i shprehësh dashurinë një profesori të shtuar, si profesor Luan Omari, I cili ka qenë edhe dekani I fakultetit tonë, por edhe profesori I jonë, edhe I personalisht, I prefektit po edhe I mjaft për jush që janë këtu juristë, sepse është nga të veçantët, nga më jetëgjatët në çdo lloj aspekti, sepse edhe si dekan ishte në kohën më të gjatë, në periudhën më të gjatë të kohës, por si pedagog po, madje edhe si antar I Akademisë së Shkencave, themelues dhe që është nga më jetëgjatët edhe si moshë se kalojnë shekullin, si antar pra I Akademisë së Shkencave, një personalitet I cili e filloi si antifashist, përfundoi shkollat të gjitha thuajse në Perëndim dhe që edhe pas vendosjes së sistemit pluralist të demokracisë në Shqipëri, u bëri një ndër figurat juriste të vendit tonë nga më të spikaturit, më profesionalët dhe më zë dëgjuarit edhe në Komisionin e Venecias dhe në mjaft veprimtari të tjera ndërkombëtare me karakter juridik.